Prokuroria e Tiranës ka marrë të pandehur ish-drejtorin e IT-s në Policinë e Shtetit Ervin Muça, i cili akuzohet se eksportoi bazën e të dhënave Teams të Policisë së Shtetit. Ervin Muça akuzohet për hyrje të paautorizuar në sistemet kompjuterike, rasti lidhur me kopjimin e të dhënave në sistemin Teams. Organi akuzës ka veçuar çështjen dhe po heton edhe për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Prokuroria bën të ditur se nga tërësia e veprimeve hetimore rezultoi se i pandehuri Ervin Muça në lidhje me procedurat e backup dhe ekstraktimin e të dhënave nuk ka informuar drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, nuk ka një informacion me më informuese, plan veprimi për problematikat e konstatuara dhe veprimet të ndërmarra për rregullimin e tyre. I pandehuri Ervin Muça ka urdhëruar punonjësit për hapjen e portave USB. Veprimet janë kryer prej tij deri në orët e vona të natës dhe në godin janë futur persona të paautorizuar për të asistuar në procesin e backup, konkretisht shtetasi KM, jo pjesë e stafit. Shpeshherë ka hyrë me pinin personal të një punonjësi tjetër jo prezent. Gjithashtu vërtetohet qartësisht lidhja midis pajisjes hard disk të sekuestruar me kompjuterin e identifikuar të lidhur me serverat, lidhje e realizuar për të mundësuar kryerjen e një procesi backup manual, duke eksportuar të dhëna në hard disk. Sa më sipër, hyrja e paautorizuar kompjuterike është realizuar. Pas hapjes së portave USB, procesi backup ka filluar vijuar, por nuk është përfunduar plotësisht, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Ervin Muça para togave të zeza ka mohuar të jeti përfshirë në ndërhyrje në sistemin Teams, duke theksuar se është i pafajshëm, ndërsa ka deklaruar se nuk ka kopjuar asnjë të dhënë.